إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Vëllezër të nderuar, kisha kërkuar që të ecni ku ka vend në xhami, për shkak vëllezërit janë në kam të dera xhamis. Pastaj kush është afër saf, shpërblimet i ka më të mëdha. Allahu ju nderoft. Që mos rrim vëllezërit jashtë dhe mos rrim në kam. Xhamat, në hutbën e kaluar pam që Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam se si na mësojke që të hikna larg gjakderdhjes, larg vrasjes, dhe që ka ndaluar çdo mjet e cila të çon në derdhjen e gjakut. Si të kujdeset njeriu kur të hinë në xhami nëse ka shigjeta me veti, si njeriu mos të luje, mos të drejton armën ka vllau i tij, si njeriu mos të frikson vllaun e tij. Gjithë këto ishin se si njeriu të ruaje gjakun e besimtarit. Ne duhet të falendrojmë Allahun subhanahu wa ta'ala i cili na zbriti këtë Kur'an, na dërgoi pejgamber, e vu ligjin në tokë sheriatin Allahut subhanahu wa ta'ala, por t'ia ruajtur njerëzimit të drejtat e tyre, për t'ia ruajtur gjakun dhe pasurinë dhe nderin, që njerëzit mos të rebelohen dhe të sulmojnë njërin tjetrin, të prekin në autoritetin e të tjerve, në pasurinë e të tjerve, në gjakun e të tjerve. Ke me qëllim apo ke gabim. Derdhja e gjakut, si e cekën në hutbën e kaluar, vjen pas shirkut në Allahun subhanahu wa ta'ala. Është çështja e madhe me drejtu njeriu armën ndaj vllaut të tij besimtar dhe ta derdhje gjakun e besimtarit. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima." Kush e vret një besimtar me qëllim, ai do të jetë në xhehenam i përhershëm dhe Allah është hidhur me ti dhe ky person është i mallkuar dhe ka përgatit Allahu për këtë një dënim të dhimbshëm. Ne duhet të falendrojmë Allahun për këtë Kur'an, të falendrojmë Allahun që na dërgoi pejgamber. Ishin njerëzit para ardhjes së Islamit që e sulmojshin njëri tjetrin. Ishin njerëzit që për një qumsht, për një grush qumsht e vrajshin njëri tjetrin, ja vidhshin pasurinë, e ka vazhduar luftrat deri në 40 vite mes kabileve. Me ardhjen e Islamit që Allahu subhanahu wa ta'ala dashti që të dalën njerëzit prej robërimit të njerëzive në adhurim të Allahut subhanahu wa ta'ala, që të adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe që njerëzimi të bëhen vëllezër, se Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum." Ju kujtojnë mirësinë e Allahut, që Allahu e çoi mbi jush. Ju kur ishi armiqë njëri tjetrit dhe Allahu i afroi zamrat e juaja dhe ju bëri vëllezër. A ka kënaqësi më e madhe? A ka mirësi më e madhe që prej mik të jesh prej armik të jesh një vëlla musliman? Tëri dje ka luftuar në safin e Abu Jahelit, nesër del në safin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pse atë njerëzit, cili është motivi që i bën njerëzit të derdhin gjakun? Cili është motivi që të rit jënë gjendje gatishmëria pa armë të ftofta nuk ecin? Përse? Përse me çfarë guximi njeriu të sulmon vllajën e tij?
E para, mungesa e fejes të Allahut subhanahu wa ta'ala. Mos njohja ajeteve dhe haditheve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Mos dorëzimi i fëmijëve në mektepe, në xhamia që ta mësojnë fenë e Allahut. Mos marrja e fëmijëve në ditën e xumës dhe në për namaze, kur janë në shtëpi, që ato të mësojnë dhe të përfitojnë prej këshillave që i japën ligjëruesit, hoxhallarët, uleman në për xhamia, në për rrjetet sociale. 2. Prej shenjave të kiametit që ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të shtohet vrasja, do të derdhet gjaku, do marr ar njëri e vret vllajën e vet, nuk e di pse e ka vrarë. Allah na ruaj. 3. Është hasedi, xhelozia. Mlefi, hasedi, xhelozia e bën njeriu në një grad që të derdhë gjakun. Ashtu si ndodhi me vëllezrit e Jusufit alayhi salatu wassalam. Xhelozia ndaj vllaut të tij, ata e marrën dhe e hedhën në bunar. Dhe e 4. është hidhrimi nervoza pa kontroll. Do të del shpejt prej kontrollit dhe pastaj merr vendim të gabuar, rujna Zot, derisa mbrin në derdhen e gjakut. Është një hadith në Sahih Muslim që transmeton Uaili radhiyallahu anhu, thot isha ulët me pejgamberin alayhi salatu wassalam, isha ulët thot kur përvjen një person tjetër, kapur një person tjetër dhe e bje para pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe i drejtohet thot ja Rasul Allah, hadha qatala akhi, ki e ka vrarë vllaun tim. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i drejtohet dhe i thot a qataltahu, a e ke vrajt? Thot nëse ki nuk e pranon, unë thot kam argument që ki e ka vrarë vllaun tim. Ai drejtohet ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot nam qataltuhu, po e kam vrarë. Kejfe qataltahu, si e vrave ti? Si e vrave? Tha unë dhe ai i vrami ishim bashk duke rrëzu gjethe për baktit tona. Do të tudi janë konë me një dru, duke i shkun gjethet, duke i rrëzu gjethet për baktit. E thot ai më shajti, më ofendoj, dhe ajo e shajt me ati më hidhroj, e pastaj tha i kam shumë me spat në pjesën e kokës dhe vdiq. Shkoj. Sa është dasht, një shajtmje, një goditmje. Allah na ruaj. Shikojni, do të thonë që hidhrimi prej këtij hadithit kuptohet që hidhrimi ti, ofendimi ai që e boni, i vrami, detyrohet dhe ki e ka godit shpejt me spat dhe e ka ra, do të thotë, i kam shu, nuk ka dash me mit, po që ka dek. Do të thotë që hidhrimi duhet me pas kujdes. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka ardhur ai sahabi që ka thënë pejgamberit alayhi salatu wasallam ausini, fa qala la taghda. Më këshilla, tha mos u hidhra. Mos u hidhra. Për këtë Allah subhanahu wa taala thot wal kadhimin al ghayz wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dhe ata të cilët e mban mllefin kur është momenti mu aktivizu apo me shfrytzu rastin, ai në atë moment e mban mllefin e ti, wal afina anin nas, dhe ato që ja u falin njerëzive, Allahu subhanahu wa taala i don ata që e falin. Do thot prej veprave që i shtin motiv është droga, bari, e këto ju i dini tashmë, rinia e din. Bari u ka bo si thjesht, hapat jenë bë thjeshta, sen dhe pastaj ai merr guximin dhe trimnin, motivi i shoqërisë për rreth, se ti e trim, ti mush me bë e kështu me radhë, dhe e gjashta është mbartja e armëve me veti, kënë të ftofta, kënë të nxehta, kënë të zjarrit, kënë dru, çka li bezbollin kërë në gipekin tant? Një pyetje bënja vetës, por me ngrit kjerin kur çlon guma, a me janë ndru motorin, apo e ke shti bezbollin në ke gipek, në kas nëse dikush ma prish, unë jam shëmi njëherë. Do thotë je gjendje gatishmëri, ti je bogati për sulm.
Çka e mba thikën në gjep? Për me qarru molla, po tric po i hanë mollat mërë. Pse shumë tri me thika në gjep? Sa din me mendu atë të rritë adoleshentët që të kujdesin, të menaxhojnë situatën. Për këtë arsye duhet të kujdesmi, duhet të këshillojmë, të mësojmë, për shkak që pastaj kur vin belaja, pastaj belaja ndonjë për shkak kemi thonë Allahut në ditën e Kiametit. Shkak kemi thonë Allahut që ti ke dërgjakun e besimtarit. Po ashtu është problemi tjetër, është çështja e filmeve dhe rrjeteve sociale që mësojnë njeriut si vidhet banka, më shpejt që u kanë vedhë në Paris, banka u vodh ditën e pushimit në Gjermani, qysh hajde me bo film, pastaj i mësojnë edhe si të vjedhin njerëzit dhe ja mësojnë rrugën e sherrit, filmat e Hollywoodit. Për këtë këto ishin disa elemente, disa gjëra të cilët i japën motiv njeriu që të derdhje gjakin, Allah i na ruaj. Por mos harrojni. Është një hadith i pejgamberit alayhi salatu wassalam për personin i cili e vret veten, Allah i na ruaj. Veten e vet që e vret. Shtash para mendohet çfarë kërcënimi ka për atë që e vret dikant tjetër. Hadithi sahih që ka në Sahihain, Bukhari dhe Muslim, nga Abu Huraira radhiyallahu anhu thot, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e vret veten e tij duke hedhur prej një kodre, del në kodrë nalt dhe hedh veten e vet me vra veten. Thot dhe ki e vret, thot ki kështu ka me u dënu në kiamet, në ahiret, çdo herë do hipje nalt kodrë dhe hedhe veten e vet dhe vrasë veten e vet. Dhe thot kush pin helm, merr helm, pi helm, që ta miqe veten e vet, apo varikin, apo kiselin, apo plot, sa ende tash po ka. Edhe thot dhe ki vdes, ki në ditën e Kiametit ka mu dënu duke pi qat helm. Thot kush e merr një hekur të mpreht, apo hekur tjetër, dhe e godit veten e tij, e shpërthen, e vret, e mbyt, do thot ki në Kiamet me çat mjet ka mu bo azab, Allah i na ruajt. Do thot për personi veten e tij, e tash mendo për atë nëse zgat dorën të dikush tjetër, si do jetë halli jot në ditën e Kiametit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka ardhur në hadith Bukhari nga Ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, thot se në ditën e Kiametit gjykimi i parë që do të bëhet mes njerëzive do jenë gjaqet. Gjykimi që do të fillon mes njerëzve do të jenë gjaqet. Kush ka derdh gjak? Allah i na ruajt. Kurse që transmetohet në Musnedin e Imam Ahmed bin Hanbelit, thot do të vije Ivrami në ditën e Kiametit duke e kap katilin vrarsin dhe duke ankuta Allahu subhanahu wa ta'ala, kurse damart e gjafës të ti, qafës të ti duke rjedhur gjak dhe ti thotë ja Rab, vete këtë pse më vrat. Pse dërdi gjakin tim? A kina përgjigje? Çka kena me i thonë Allahut subhanahu wa ta'ala? Do thot që kjo çështje e madhe. Do thot çështje xhenet, xhehenam. Për këtë besimtari duhet të kujdeset. Nga Ebi Said al-Khudri radhiyallahu anhu thot se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ditën e Kiametit do të dalë një qafë prej zjarmit të xhehenemit, një pjesë e zjarmit. Dhe do të flase, do të shohë kjo pjesë e zjarmit. Dhe thot, une jam urdhruar, unë jam autorizuar për çdo xhebar, çdo mendemon që ta marrë kjo qafa, ta mbledhe dhe ta futi në zjarr. Xhebar, mutakabir, do të mendja madh, dhe njeri i cili i ka bo shirk Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe njeriu i cili ka vra, ka derdh gjakin pa hak. Do thot kjo qafë e zjarmit ka me dal dhe ka me fol që unë jam urdhëruar për këto tre persona dhe i tubon dhe i mbledh dhe i fut në mesin e xhehenemit, Allah i na ruaj. O vëllezër, ne si besimtar duhet të kujdesmi, ne duhet të këshillojmë,
Ne duhet njerëzit të cilët i shohim që janë hidhruar, t'i qetësojmë, që mos të vinë të derdhja e gjakut, se për çdo ditë thuaj se dëgjojmë lajme jo të mira, të cilat na zemrojnë. Lusmi Allah subhanahu wa taala që Allah të na vëdison dhe të na ban prej tyre që kemi deturi dhe kujdesmi në derdhjen e gjakut dhe mos të prek në autoritetin e njëri tjetrit. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Në shariatin e Allahut, në fenë e Allahut, në e cekëm hutbën e kaluar që të flasmi, ka vrasje e qëllimshme, vrasje gjysmë e qëllimshme dhe vrasje me gabim. E tash, cila është ajo vrasje e qëllimshme për shkak kohës? Ne mendoj që do të i përthakojmë gjithë, por vrasje e qëllimshme, cila konsiderohet që unë ta di cila është vrasje e qëllimshme. Vrasje e qëllimshme është që njeriu me vendos me vrar një njeri, një musliman i cili ka shpirt. Po si është mënyra, ku e di unë që është ajo kjo? E para është që me imshu me diçka që 100% e mit. Me imshu njerit me armë, e mit? Me imshu me kazë, më kokë, e mit? Janë sene të cilat nëse më shon, dihet që a i shkon. 2. Të përdorje mjet, me një fjallë tjetë, mjet që cila e mit njeri unë. 2. T'ja ndalje friman. Si friman? E shtin ullë, se let kokën të që së nartë. Apo jam shel hundën dhe gojen me selotet. Apo e shtim me një vend ku a i s'ka ajre dhe dihet që ki ka me shkue, s'mundët shëndroje. 3. Ti jep me pi apo me hangër, helm apo diçka e cila e mit. Është mjet që shkon ki njeri. Dhe e 4-ta është që me vendos me një vend që a i shkon. Për shembull e gjun mes luanave, apo e vendon me një vend të cilët nëse shtohet ujë, vjen ujë, ai do të shkon, s'ka mundësi të jetoje. Apo e fut me një zjarm që ka dhe e diti se ai zore ka që apo që ka ndodhur me një vend, ka ndërsh ta fçejnë krimin në stup betonit të ndërtu ndërtesa e kanë shtin njerin. Stup betonit. Kanë gjithë beton, o dhe ka mbaru njeri. Allah na rujt. Por i lumi Allah ka dash, pastaj u zbuluar që njeri midis stupit ndërtesës është ka ndodhur me një shtet për shteteve. Për këtë besimtari duhet të kujdeset. Allah subhanahu wa taala ka pru një ligj i cili është dëshkimi i këtij personi që der gjakun e besimtarit është që ekzekutohet. Kjo është ligji i Allahut subhanahu wa taala. E ligji të njerëzve hina për burgje, pastaj u falet, pastaj bën një periudhë, pastaj ai kënaqet tu kshir televizor, tu lut letra, a kupton dikush ka hinë dhe e kështu me radhë, e Allahu subhanahu wa taala ka pru urtësi, do thot në çështjen e ekzekutimit të personit i cili der gjakun e personit me qëllim. Allahu subhanahu wa taala thot: "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun." Dhe për ju ka jetë në qisas. Qisas është dëshkimi me të njëjtat mas. Nuk është hakmarrje. Me të njëjtat. E kjo thot për ju është se ja urun jetën juve. Njeriu, që thot Abu Alia, nëse njeriu mendon ta vrasë dikant, kur i shkon mendja që ki ekzekutohet pas ndodhjes, atëherë ai ndalet. E kështu që është jetë për atë që don me vratë, në jetë për ti, shpëton në veten tënde edhe njerin. Kjo është urtësia e dinit Allah. A tolerohet çdo kush të bëjë qisas, të dalë ti ta kanë vrarë babën, dalë unë ja vras babën? Ja. Pajtimi gjithë ulemave. Fetvat çka janë, atë e ban kush? Udhëheci, me lejen e udhëhecit e mirit apo halifës kush është, edhe nuk guxon individat të ngren armë ndaj njëri tjetrit për hakmarrje. Për shkak se bëhet çrregullim
E lusmi Allah subhanahu wa taala që Allah nuk e sprovon askant inshallah. Lusmi Allah subhanahu wa taala që Allah ta ruaj shoqërinë tonë prej këtij krimit të madh. Lus Allah subhanahu wa taala që Allah t'i zbutje zemrat tona. Lus Allah subhanahu wa taala që Allah të pastron zemrat tona. Lus Allah që Allah të na falë mëkatet tona dhe të na bashkon gjithëve në xhenetul Firdaus.